Është përcjell për në banesën e fundit Artan Lame. Në sallën libri enciklopedik pranë Akademisë së Shkencave u zhvilluan 2 orë homazhe në kujtim të tij. Nga sot, Tiranës dhe Shqipërisë do t'i mungoj një njeri i ditur. Një njeri që kishte mendim për gjithçka, një njeri patriot, që vetë ofroheshte për kauzat mëdha publike dhe kombëtare, dhe mbi të gjitha vinte në shërbim jo vetëm diturit dhe njohjet e tij unike, por dhe pasionin që kishte Artan Lamja për t'i mbrojtur këto çështje. Shumë faleminderit gjithëve ju, edhe dua të them që tani ka qenë një mik shumë i madh i medias. Unë nuk besoj në gjithë këto mikrofona apo gjithë këto kanale nuk ka ai një pjesës të vetë të kontributit dhe të historisë apo të pasionit të tij, jo vetëm për të folur, për të diskutuar dhe për të sqaruar qytetarët për të dhënë më të mirën e vet. Unë kam humbur një shok, një vlla, por Shqipëria ka humbur një copës zotni Llëku, i them unë, i një njeriu shumë dimensional. Është një papritur e shumë e dhimbshme për një njeri që në opinionin e gjithë shqiptarëve jam i bindur për këtë. Do ta kujtojmë si shtetar në shumë detyra që mori përsipër dhe kryu me sukses, si një apasionuar jashtëzakonshëm i trashëgimisë kulturore, si një autor librash të çmuara që rrallë kush do t'i kthehet për t'i bërë edhe një herë. Jam tërësisht i dërmuar. Ndjes se juve nuk shkruaja dot as kur isha ulur te tavolina dhe nuk po flisja dot. Më parë është minimumi që unë dhe gjithë ne do bëjmë për amanetin e tij për muzeun e koleksioneve që ka nisur, që ta mbështesim dhe të bëjmë ç'është e mundur që të nderojmë punën, jetën, veprën e tij, sa i takon historisë dhe kulturës shqiptare në atë që Lamja donte më shumë se gjithçka tjetër që të mbrohej. Artan Shkreli, miku i tij i ngushtë, por jo vetëm, dha edhe fjalimin e fundit të lamtumirës për Artan Lamen, ku solli në vëmendje figurën e lartë të tij. Kam punuar me të, kam debatuar me të, kam qeshur dhe jam zemëruar me të, siç ndodh mes vëllezërve. Po kurrë nuk kam dyshuar në pastërtinë e qëllimit të tij, për thellësinë e mendimit, për dashurinë e tij të pakushtëzuar ndaj Shqipërisë. E kishte zemrën e madhe dhe të lodhur, një zemër që dha shumë më tepër se sa mori. Prandaj kush ka qenë pranë tij zotron një pjesë të zemrës tij. Ai e jepte pa kursim edhe kur ndjehej i mënjanuar. Nuk e meritoi ti që ka qerë të vllai. Nuk e meritoi ti që ka kaq shumë, e kishte kaq shumë dhe shumë akoma për të dhënë. Por ndoshta Zoti ynd, si kishte qejf ta quaj, i kërkonte më shpejt pranë vetes njerëzit e mirë, të urtit dhe të ndershmit. Pse kështu? Kjo për ne do mbetet mister. Shpresoj ta zbulojmë kur takohemi përsëri një ditë vëlla. Artan Lame u nda nga jeta në moshën 58 vjeçare në Gjermani, pas një ndërhyrje të vështirë në zemër. Ai u nda nga jeta pas daljes nga gjendja e komës. Ai ka mbajtur poste të larta drejtuese në shtetin shqiptar si zëvendës ministër apo drejtori i Agjencisë së Kadastrës dhe Legalizimeve.